Se si kur e ka përshkruaj dashmi Zotit alayhi salatu selam, dyshohet të gëdhin na zënjë mjesi i besimtar dhe të grysin dhe të na zënjë darka mohues. Kush do të shpëtoj prej kësaj sprove të madhe, me rujt dini imanin që ja me rujt gjë tjetër, gjona po kryesore, për hiku dini imanin që ka ik çdo gjë. Dhe përshkruani dashmi Zot alayhi salatu selam duke thënë al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im. Ai që ulet me qetësi dhe i bën ndroje dhe bisht për me ju shmang këtyre konflikteve dhe sprovave të lahtashme, është më rezistent, më rezistueshëm dhe më i qëndrueshëm se ai që qëndron në kama dhe pret kur të vinë ose kur të ndodhë që të bëhet pjesë atij konflikti ose asaj sprove. Sa kemi të tillë, subhanallah. Bile i parapresin disa para se të ndodhin. Subhanallah. Pra ne shikoni çfarë detajimi përshkron Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazan e thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal qaimu fiha khairun min as-sa'i." Ai që qëndron kam në heshtje dhe me kujdes, me vëzhgim duke e vëzhguar, kur pa ndodh ajo fatkeqësi që unë t'i bëj bish dhe dredhi dhe mos bi pre dhe viktim, është më i mirë, më rezistent, më i ruajtur se sa ai që i shko për mrapa me ngjuh. Se do të ketë njerëz të tillë se s'do. Shqisoj, pra ne quhen sprova këta se do të dallohet i miri nga i keqi dhe i vërteti nga fallsa. Pra ne quhen sprova. Dhe vazhdoni dashmi Zotit alayhi salatu selam duke e përshkruar, dhe ai thotë që është duke ec normalisht me qetësi, është më rezistent, thotë, më i qëndrueshëm dhe më i përballueshëm ka si këtyre forcave, ai që shkon me vrap për mbrapa, ku ka konflikt dhe ku ka sprova, më u bë pjesë. Më i miri dhe shpëtimtari i gjitha këtyre thotë do të jetë ai biri i Ademit, thotë, që e frenon veten e stonon veten, thotë, dhe tregon qëndrueshmëri, thotë, dhe vendosmëri nëse ndodhin tilla sprova. Sot jemi në këtë kohë, vëllezër, prandaj subhanallah, o Zot na ruaj dinin dhe imanin. O Zot na ruaj qëndrueshmërinë në këtë fe. Se sikur e ka përshkruaj dashmi Zot alayhi salatu selam, dyshohet të gëdhin na zënjë mjesi i besimtar dhe të grysin dhe të na zënjë darka mohues. Që ja Rabbi Zoti mos e thënë